Të ishte që nuk mundi t'i vazhdonte mësimet, ku edhe tregon për këshillën më të madhe që ua jep ne për vetë saj. Ai merr molle mas shumë ti, se më ka met marak, se s'ka mujt me shku në shkollë. Qatë jatë kur se më hiqet, e ka marak me majt libra, me lidhu, ka pak e me këqyër, tash nuk pasha bash fort, anë germar të timat. E këtu të mbojat po. Bashkë se më ka met marak shkolla. Valla keq ballë. Valla oj brez, kutizateti këtu si kam mesa, nipa, se u thamë mëse leni shkollën, mësë gabëni, mësë habetni, shkoni në shkollë, vazhdeni shkollën. Shkolla më ka met marak. Derisa tregon se fëmijërinë e kishte pasur jo fort të lehtë, Gjemilja u martua në moshën 18 vjeçe, në një familje të madhe ku kishte pasur jo pak mundim. Valla një, me thot 18, që të jem hi për 18, shumë e re, të ne nuk veçin. Edhe të burri vëllajna kon kalablak, e shpijat, kësia këtë në here, e desh në dasnë, valla kur qysh, s'ke më kaluë. Valla tërë, kur dalëshëm, më shku në ora tërë kur veshëm, se janë 100 herët grunit, të në tërë. Si dalëshin në rënë, si dalëshin grunojat me kur, këna hjek balë. Për punë, diçka më të thonë ma hjeki. E tash krejt për sojshti, një ndalë mjetet e mira. E kultivimi i dohanit për Gjemilin ka qenë pjesa më e vështirë. Zërë, të në hera konë zërë, e mjellëshin dohan shumë. O shka hjekshëm, caldur të lope i tina balë. Kanë mjellë dohan, e uqëshëm heret, u duke më shku me vjelat veran, e bishëm e paljaty, një fasube e moshëm plat. E paljajshëm, tani e marshëm me shti krejt ka një flet në pe, vergjit. Po, valla, zërë bëll heret, u duke ato me shku. Se pak të trës e marrë këtë dili, nuk e ljoshëm, së bëjnë keme. Tani e marshëm me shtishëm që ashtë vjershëm vergjit, u terke, apet, kërë terke, u duke me morë me palu këtë pola, e ljeshin e dërzeshin ata dohanën që ashtë pola.